Ata janë një përrallë e futbollit botror, një komb që në arenën ndërkombëtare ekziston prej më pak se një dekade, me më pak banor se shteti i Australisë së Jugut, një Virginia perëndimore e Ballkanit, por me një sipërfaqe shumë më të vogël dhe një histori të trazuar. Kosova, që dikur konsiderohej një skuadër modeste, sot është vetëm një ndeshje larg pjesëmarrjes së parë historike në Kupën e Botës. Një vend në grupin D i pret, për krah Australisë, Paraguajit dhe bashkëorganizatorëve, SBA-s. E vetmja pengesë qëndron përpara tyre, një ndeshje vendimtare gjithçka ose asgjë ndaj Turqisë, që do të luhet në shtëpi, në Prishtinë. Kjo përballje përfaqëson kulmin e një fushate kualifikuese që është kthyer në një thirrje të fuqishme për optimizëm dhe krenari kombëtare. Trajneri i Kosovës, Franco Foda, deklaroi se ndeshja do të tërhiqte deri në 100.000 tifoz, pothuajse gjysmën e popullsisë së kryeqytetit, nëse stadiumi Fadil Vokri do të kishte kapacitet për t'i pritur të gjithë. Aktualisht, stadiumi ka vetëm rreth 14.000 vende, megjithse në vitin 2007 thuat se rreth 25.000 persona u grumbulluan aty për një koncert të reperit 50 Cent, një moment simbolik për shërimin pas luftës. Ky është një vend ku e kaluara nuk harrohet lehtë. Jo shumë larg stadiumit, një stacion policie u bombardua nga NATO gjatë luftës së viteve 1998-1999. Ndërkohë, në veri të vendit, tensionet me Serbinë vazhdojnë ende të jenë të pranishme. Për një vend si Kosova, futbolli ka një kuptim shumë më të thellë se sa thjesht loja. Ish ansori i përfaqësueses Elbasan Rashani, i cili ka zhvilluar 29 ndeshje me Kosovën nga viti 2016 deri në 2024, shprehet: si kombëtare, ne u bëm simbol që gjithçka është e mundur. Ne treguam rrugën për popullin e Kosovës për t'u njohur. Pas fitores dramatike 4-3 ndaj Slovakisë në gjysmëfinalen e play-offit në Bratislav, presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, i cilsoi lojtarët si gladiator. Fitoria u festua me fishek zjarre në rrugët e Prishtinës dhe me reagime të shumta në rrjetet sociale. Slovakia, ashtu si Serbia, nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, dhe siç u theksua me ironi, asnjëra prej këtyre skuadrave nuk do të udhtojë drejt Amerikës këtë verë. Megjithse Kosova është më pranë se kurrë realizimit të ëndrrës, trajneri Foda ka bërë thirrje për qetësi. Tifozët tanë janë shumë emocional, por duhet të jemi të kujdesshëm dhe të mos lejojmë veten të bëjmë gabime. Suksesi arrihet vetëm duke ruajtur qetësinë. Ylli i sulmit, Vedat Muriqi, që aktivizohet te Mallorca në Spanjë, e konsideron botrorin si kulmin e karrierës së një futbollisti dhe thekson se tashmë ka mbetur vetëm një hap i vogël. Mund t'u sjellim lumturi të gjithë njerëzve në Kosovë. Megjithatë, përballë tyre qëndron një kundërshtar shumë i fortë, Turqia, e renditur e 23-ta në botë. Muriqi shton: ne i njohim cilësitë e Turqish, janë një ekip më i fortë se Slovakia, por njohim edhe dobësitë e tyre. Do t'japim maksimumin dhe me mbështetjen e tifozëve, besoj se gjithçka do t'jetë pak më e lehtë. Rruga e Kosovës deri në këtë pikë ka qenë e jashtëzakonshme. Në vitin 2021, ata përfunduan të fundit në grupin e tyre kualifikues për Kupën e Botës, duke fituar vetëm një ndeshje. Para shtrodhit për edicionin 2026, Kosova renditej në vendin 99 në botë, madje edhe pas skuadrave modeste si Luksemburgu. Ata konsideruan favoritët e fundit në një grup me Suedin, Zvicrën dhe Sloveninë. Kualifikimi duke i pothuajse i pamundur, sidomos pas humbjes 4-0 në Basel në ndeshjen e parë. Por 2 fitore surprizë ndaj Suedisë dhe një tjetër ndaj Slovenisë i siguruan Kosovës një vend në play-off. Një pjesëmarrje në Kupën e Botës do të ishte një arritje historike për një shtet që shpalli pavarësinë në vitin 2008 dhe që u pranua në FIFA dhe UEFA vetëm në vitin 2016. Historia e kësaj skuadre është e lidhur ngushtë me diasporën. Rashani, i lindur në Suedi dhe i rritur në Norvegji nga prindrit kosovar, që u larguan nga vendi në vitin 1992, ishte pjesë e brezit që hodhi themelet e kombëtares. Gjithmonë kemi besuar,
thot ai. Më ngushëllon trajneri i parë Albert Bunjaki kur donte të krijonte ekipin kombëtar. Ai udhtonte me makinë në përgjithë Europën për të takuar lojtarët një nga një, për t'ju treguar projektin dhe për t'u bindur të luanin për Kosovën. Që nga fillimi e ndjene se ishte diçka e veçantë. Kosova ishte vetëm 90 minuta larg kualifikimit për Euro 2020, por poshtë 2-1 nga Maqedonia e Veriut në një ndeshje play-off ku mungesat për shkak të Covidit ndikuan ndjeshëm. Rashani ishte pjesë e atij takimi dhe e di mirë se çfarë avantazhi jep publiku vendas. Gjithmonë u them miqve të mi, nuk ke nevojë për nxehje kur luan për Kosovën, emocionet t'i japin tifozët. Këtë herë, ai do të ndjek ndeshjen si tifoz nga Australia, duke u zgjuar para orës 5 të mëngjesit. Njerëz nga e gjithë bota që kanë një lidhje me Kosovën do të ndjekin këtë ndeshje. Është një sfidë gjigande për ne dhe shpresojmë ta bëjmë realitet.